Çfarë i ndodh trupit tuaj nëse s'pini ujë mjaftueshëm? 75% e trurit ton është ujë. Kur dehidratohemi, truri kurret, por si ndikon kjo në funksionin e tij? Bazuar në disa mostra urine të marra nga fëmijët e moshës 9 deri në 11 vjeç në Los Angeles dhe Manhattan, pothuajse 2/3 e tyre shkonin në shkollë gati të dehidratuar, çka mund të ndikonte negativisht në performancën e tyre mësimore. Nëse merrni 2 grupe fëmijësh dhe përpara një testimi u thoni që njëri të pinë një gotë ujë e tjetri asnjë, e gjeni dot se cili grup del më mirë. Studiuesit dolën në përfundimin se këto rezultate tregojnë që edhe fëmijët në një gjendje dehidratimi të lehtë mund të përfitojnë nga pirja më e madhe e ujit dhe të përmirësojnë performancën e tyre kognitive. Hidratimi mund të ndikojë gjithashtu në gjendjen tuaj shpirtërore. Kufizimi i konsumimit të lëngjeve shton përgjumjen dhe lodhjen, ul nivelin e energjisë dhe vigjilencës dhe rrit ndjesinë e konfuzionit. Por sapo këta pjesëmarrës në studim lejohen që të pinë ujë, vigjilenca, lumturia dhe qartësia rikthehen pothuajse menjëherë. Përthithja e ujit bëhet menjëherë brenda 5 minutash, nga goja në qarkullimin e gjakut, duke arritur kulmin në minutën e 20. Mjaft interesant është fakti se uji i ftohtë përthithet rreth 20% më shpejt se sa uji me temperaturë ambienti. Si mund ta dalloni që jeni dehidratuar? Thjesht shihni trupin tuaj. Nëse pini ujë dhe urinoni brenda një kohe të shkurtër, kjo është një shenjë e trupit që tregon se është ngopur. Por nëse pini pak ujë dhe trupi e mban pjesën më të madhe, kjo tregon se rezervat tuaja po mbarojnë. Studiuesit përdorën këtë koncept për të zhvilluar një mjet vlerësimi formal për dehidratimin. Zbrazeni fshikëzën, pini 3 gota ujë dhe pas një ore shikoni sa do të urinoni. Ata vendosën që nëse ju pini 3 gota ujë dhe brenda një ore, urinoni më pak se 1 gotë, ka të ngjarë që të keni qenë të dehidratuar. Në qoftë se ju ka pëlqyer kjo video, ju lutemi klikoni butonin subscribe për më tepër.